Sepse Nuk bëj skema për ta tregu vetën ashtu, në rast se do bëja skem. E di si dua them? Alba, të dalësh viktim në sytë e publikut, jam pik plus. Po viktim më ndalësh e ndryshe me Hygert në rast se don. Është gjithmonë me viktimën. O Hygert, mos ju lutem mos ma kthenin mua vetë viktimën publik, se edin... Të lutem. Kjo... Më lodh shumë, e di pse Hygerta se ka edhe mënyra tjera për dal viktim. Nuk ka ngel aty që unë ta nxjerr veten në atë mënyrë viktim. Në rast se Unë nuk thash që kjo është patjetër e vërtet. A mund ta bëjmë bisedën e sinqertë që ndodhi mes meje mes atij dhe jo çfarë shifet publik? Po shumë sinqert po ta bëj. Nuk dua dëgjoj çfarë merr publiku. Jemi reality show. Po më bëhet banale dhe nuk du ta vazhdoj si bisedë kur ndodh që si mund të merret publike, kupton? Më fliqet ajo në kokë, në mendje, në zemër çfarë kam, që dua të bisedoj për atë. Prandaj bëre debat me Bian, vetëm për shkak publikut, se s'doje të dilje keq në publik. Jo, nuk ka lidhje me atë. Debatin me Bian e kam bërë që ja kam thënë Bias, ndërsa argumentet që i kam përdor kundra Bias e di logjikën e Ka të bëjë me Bias. publikun. Kam thënë për logjikën e Bias. Po mos Jo me për dal keq në mu, o publik. Hygjerta, pasha zot nuk më intereson pra për publik. Mos e ngri Unë zërin jam Alba bërë se me po flasim Hygjerta, o Hygjerta. A e keni parë Albën që ditën e parë këtu, që kam bo 100 budalli që s'm ka interesu, që publiku e ka di që s'jam vajzë për shpi, që s'jam qike mirë, që s'jam këshu, që s'jam ashtu. Nuk më intereson me publiku të di Albën e mirë. Nuk më intereson. Fare, nuk më intereson. Po argumenti që përdore për debatin me Bian, kush ishte? Për Bian, se unë e di që Bia e kam parë, pasha zot e kam parë, e kam vërit gjatë gjithë rrugtimin vetë. Ajo i funksionon truri qa shef publiku. Dhe unë kur e vej logjikën mendje për të logjikuar veprimet e Bias, edhe se si Bia e shef se qa më ndodhe publik, është një nga pikat që Bia ka funksionuar drejt për drejt me Po përderisa ty të shqetëson se si del në publik. Nuk më intereson mua personalisht publiku, se si dal në publik. Se vjen një moment gjithë vërteta dalin, nuk më intereson fare. Unë vetëm e di që merdi i natë thash, si ka mundësi, me ma këtë shpërdor, mirësin time, ngroftësin time, për të bërë viralitet me imazhin tim, me afrimitetin tim në publik. Pa ditu unë asgjë. Se çfarë ka realisht Bia. Nuk më intereson me, se unë kur dal nga këtu, unë po pash diçka që publiku e ka keq kuptu, me një story aty, me një fakt aty real, bam, i sqaron gjitha, nuk më intereson fare, se di si funksionon kur del për jashtë. Po zero nuk më intereson. Kjo është çështja që ti e di si funksionon. E di si funksionon, dhe kur nuk e kam keq përdorur. Dhe kjo është pyetja e madhe. Okej. Alba zejbe në Zot që çdo emocion që kam pas këtu, çdo opinion që kam pas këtu, çdo mendim, çdo veprim, i kam bërë si Alba e kam dhënë nga intuita, nga zemra. Dhe nuk më intereson fare të veproj, të mendoj para prakisht si do e mendoj publiku dhe unë të veproj. Gjithmonë është tik me dy presa. Kur unë zej ben Zot për këta, dhe për çdo gjë që kam zënë ben Zot, kur nuk ka ndalë ndryshe nga goja ime. Unë kam zënë ben edhe Zot edhe këtë gjë. Unë e di që Limi ka për ta fituar çmimin. Po unë kam zënë ben Zot që në rast se unë e fitoj çmimin, unë e ndaj në mënyrë të barabartë me gjithë finalistët. Këtë e kam thënë. Po e di që unë nuk e fitoj, Limi e fiton. Po pse e fiton Limi me argument top? Është shumë fenomen njëri. Po i shoh në një fenomen deri tani. Edhe pak dhe shohësh. Pritë se ditë e para janë. Një muaj e gjys. Qas ndodh. Ditë e para janë Hygert. Ajo është fenomen nga gjitha drejtimet. Është shumë Ti është i përjashta me atë, ai edhe për shumë biseda këtu tërhiqet, se ai e din që masa e publikut nuk e kupton. Tulesh me atë ti live për jashta, ti do mendosh se ai është në një kështu 300 vjeçar kuptimin e gjërave. Alba, unë e kuptoj që ti e do edhe të duket... Hygjerta, kur vjen puna për ta komentuar njeriu, fus logjikën në mendje. Unë pas emocionit dhe intuitës që kam pas me atë, mu për jashta më është dëshmuar aftësia e tij intelektuale. Atë formati ku ju keni qenë dhe nuk kam pikën e informacionit, nuk mund të flas. Po ta kisha ndjekur ta bëja përcaktime. Po tani nuk kam informacion dhe nuk di çfarë të them.
Po them, në këto 3 ditë, më duke djalë shumë pozitiv. Shumë është shumë shpirt mirë, është shumë pozitiv. Por, në një element për të qenë fenomen edhe për të ardhur mas 2 muajsh dhe me fitu çmimin, s'më duket. Ai sa e thuti që ne jemi këtu dhe ai është në grattaciel. Tash. Okej, mund të jetë interesant, patjetër, s'bëhet fjalë. Po që me pas këtë diferencën kështu absolute. Ai është fenomen. Edhe ka edhe diçka Hyger. Fenomen base duke ty. Kur jemi njoft për herë të parë formatin tjetër. S'kam thënë kur për ludon fenomena që do fitoj finale. Jo fenomen. S'ke thënë, nuk po them. Po të duke sikur ishte... Ludoja ka ngec. Jo, ludoja mua më duket i njëjti që në fillim. Si në fillim. Problemi është që ka ndryshuar qasja jote ndaj ti. Edhe prandaj të duket ndryshe. Po ka ngec se fillim e ka tregu vetën shumë gjëra, tani ka ngec se po të njëra gjëra. Jo, po vazhdon të tregon. Çështja është ka ndryshuar qasja jote. Po e tregon të njëjtën gjë, të njëjtën sjellje, të njëjtën mendim, edhe ai ka një problem Ludoja, Marca e kam vërejtun. Ai merr pak informacion, nuk është veta ty prezencë ta shohë situatën. Merr informacion nga të tjerët. Të lutem kontrolloje mikrofonin. Ludo nuk është prezent aty të shohë situatën. Merr informacion nga të tjerët, nuk pyet gjithë palët, dhe ai çfarë bën, ai fut në logjik vetëm pak informacion që ka dhe jep vendimin final, tezën finale se çfarë është situata. Këta nuk e kuptojnë që këtu kanë edhe një përgjegjësi për të dëshmuar realisht aftësitë e veta. Ai tani është 40 e sa vjeçar, me eksperiencë, një arrierë, me familje, nëse me familje, me dashuri, me fëmijë, me çdo gjë, dhe ai këtu unë nuk e di, po për mendimin tim ai po e nxjerr vetëm shumë keq tani me gjëjen që bën. Edhe ai e ka kuptuar që Ludo ndryshe Ludo nga çka bër më përpara. Jo, më përpara kishte shumë informacion se unë jepja shumë informacione. Jot me të dhe në base të duke ndryshe. Unë më përpara jepja shumë informacione dhe analizat i kishte më të sakta. Dilte çdo gjë. Tani s'ka kush t'i japi informacione të sakta, gjëra të sakta. Edhe intuitën edhe gjitha. Edhe Ludo jam duket një njeri që ka lexuar shumë libra, është bazuar në informacionet e librave, edhe vepron vetëm aq. Ai edhe eksperiencën e vet në jetë e shef në bazë të logjikës së librave, jo të marrë realisht nga eksperienca të thithë nga jeta. Nuk e shoh që Ludoja ka dalë në jetë dhe ka thithë nga jeta, e shoh që Ludoja ka dalë me libra në jetë dhe jetën e shef sipas librave. Po jo ka marrë nga librat skolastik. Shumë e shoh unë të tillë, nuk është fare intuitiv, nuk është fare empatik. Ai ka zgjedhur që në momentet më empatike të bëhet jo empatik kundrejt meje. Kundrejt teje. Kundrejt meje, po. Më empati. Ka pas 2 situata që më kam pëlqyer fare, i kam thënë je shumë njerëzor edhe kaq. Edhe me mu sillet në një formë sikur me qenë lopu, sikur me qenë pronë atij. Hajde beshko mere këtë, hajde beshko mere atë. Ka një lloj gjuhe kundrejt meje si femër, e ka shumë. Ja kam thënë edhe më para, kur e kishim bashkëpunimin loje dhe nisi të zbutet, se thash ti del keq, jo për gjë. Alba, që në momentin, ta kam thënë madje, që në momentin që ti 1 muaj e gjysëm, ças kishe bërë, ças ishe përpjekur, dhe vjen Ludoja dhe shpallni komandant. Nuk e kam shpallur komandant. Po lëre tani se e ke thënë me zë edhe me... Po rri. Po e kam thënë për ironi më për ju. Po jo. E kam thënë për ironi për ju. Gerta nuk e qenë prezent. Unë adhuroj vetëm Zotin, të lutem përmirësoje si fjalë. Okej, admiroje. Jo admiroja. Okej, admiroje. Jo admiroja. Vlerësoja. Adhurim dhe admirim janë 2 gjëra të ndryshme. E vlerësoja si njeri dhe si kapacitet. E admiroje. Hygerta, a ka mundësi mos më fliqësh mëngjesin duke më thënë që unë admiroja Ludon, e di çfarë fjalë madhe është Ludo? Jo. O Hygerta, të lutem, a ka mundësi mos më fliqësh ndjesitë e mëngjesit duke më thënë që admiroja Ludon? Të lutem, a ka mundësi o Hygerta? Hygerta, të lutem. Të lutem, Hygerta. O e thash. Të lutem, Hygerta, mos më fliq mëngjesi me këta lloj ndjesish.
Të lutem ju Gerta, me këta lloj fjalësh. Mos ma flish mëngjesin. Se di, Kur, e kam thënë, kam ja 3 ditë që po e them, që të na sillnin kafe kokër. dhe ma ka kja fës. Please. Edhe që kemi fjanën po komandant, e kemi thënë për ironi totale, se vetë publiku është dëshmitar, se qa kemi thënë realisht se kush është ludoja dhe si është ludoja në raport me ne. Aja thjesht ka qenë ironi para jush. Po. Si ju që keni thënë, keni servu ato që ju dëshironi ne të shohim, ne kemi servu ato që ju a kemi bë qefin që dëshironi ju të shihni. Kaq. Vërtet. Kur s'ka që komandanti? Edhe unë ka e kam thënë, pastaj me seriozitet. Ne se cili jena komandant vetë vetës tanë. Nuk kemi komandant në pjesën Alban tanë. zbukuroje si të duash tani. Ludo pas veti ka dhënë pilafit. vlerat dhe ne vetja kena thënë Ludos në mungesë të prezencës tuaj që ti duhet kish kujdes se si flet. Se ti si e komandon Kush ti e ka jo. thënë kështu? Una. A, ti. Ja dhe Labi. Of, mirë, Alba, okej, rriku, kështu e lëmë si s'tua ti, po. Po, unë po të flasë realitetin. Po, unë kam realitetin tim, se Të lutem, mos ma fliqësh më mëngjes, të lutem ju Gerta, mos ma fliq më. Të lutem. Se s'të pëlqen, s'kam që të bëj, pi uthull. Po nuk pëlqen, pra them pi të uthull, lutem, mos shpirt. ma fliq më. Pi Me uthull. fjalën kam admiruar atë, të lutem, mos ma fliq më. Po ta kërkoj absolutisht si po. njeri, të lutem. Ta thash 100 milion herë fjalën Mirë. të lutem. Qa kisha për të thënë e thash, po ta Po përsëris. ashtu, vazhdo tani, se këtë gjë e bën ti. Mëngjesi. Ja fliq tjetëri mëngjesin edhe ikën. Vjen ju Gerta ma fliq mëngjesin mu me fjalën e tillë edhe ikën. Ika, unë thot. Kalzo me kujna jetë, mi mëgjes, lapinat. Si fleta? Bukur. Bukur, bukur. Po ti, Mirë. penda një ëndër? Ha? Si the? A pena i ondër, ana i shkondëra? Jo, fare, ti? Jo, jo, jo. Po ti e tonë ëndëra mi gocë. Kjo fare nuk të regohet emocionale, empatike, kjo tash e shef që situatë jam, thot mu unë admiroja Ludon, ja fut kot muhabetin nga e mbrapshta, ma fliq mëngjesin me fjalë më koti, unë nuk e di dhe dhe thënë. Edhe unë jam tregu idiotë. Duhet ma marrë mendja që ka edhe njerëz që edhe fjallën të jap besën, të betohem kokën e fëmijëve, ose të betohem Zot, të jap premtim, e kam vetëm sa për show, si Ludo me Labin. Se Labi akoma po vazhdon me mu, po. Ludoja. Që njerëzor. E hurej shil kur bie, Dafina Zeqiri, Ylli Mani, Tuta Selimi, ju lutem në Big Brother. Edhe Noizi duhet vje. Okej. Tuta Selimi, Dafina Zeqiri,
Që kemi? Selam aleikum, brother. Aleikum selam, Ramadan, tash apo.